Territori shqiptar për datën 10 tetor pritet të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme me alternime mes kthjellimesh dhe vranësirash. Në zonat malore mund të shfaqen rreshje të izoluara. Në ultësirat perëndimore moti pritet të jetë pak më i qëndrueshëm me periudha të diellit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 5 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale mund të arrijë deri në 19 gradë Celsius në zonat e ulta dhe qendrore. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 6 orë diell. Era do të fryjë mesatare nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 4 deri në 6 metër për sekond, ndërsa në bregdet her pas here deri në 7 metër për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 2 deri në 3 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 10 tetor 2025 pritet të jetë mesatar 3 deri në 4. Sipas burimeve astronomike të zakonshme, lindja e diellit në Tiranë më 10 tetor pritet të jetë rreth orës 06:40, ndërsa perëndimi rreth orës 18:16. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 9 deri në 19 gradë Celsius. Kukës, 6 deri në 14 gradë Celsius. Peshkopi, 5 deri në 13 gradë Celsius. Tiranë, 8 deri në 19 gradë Celsius. Durrës, 10 deri në 18 gradë Celsius. Kavaj, 9 deri në 18 gradë Celsius. Elbasan, 8 deri në 18 gradë Celsius. Bera, 8 deri në 19 gradë Celsius. Korçë, 5 deri në 13 gradë Celsius. Vlorë, 10 deri në 18 gradë Celsius. Gjirokastër, 7 deri në 16 gradë Celsius. Sarandë, 11 deri në 18 gradë Celsius.